është një muaj që do të kërkojmë sigurinë, por nuk jam e bindur që do të gjejmë sigurinë sidomos në pjesën e parë të tij. Pasi hëna e plot e cila zhvillohet në shenjën e akrepit, mund të përballoj me ngjarje të papritura, me anullime dhe me një pastabilitet. Madje mund të them që mund të vazhdojnë këto gjërat që kemi thënë dhe herët e kaluara, pra zhvillime në fushën e ekonomisë, zhvillime natyrore e të tjera. Tjetra që do të thoshja është një muaj që do të na preokupoj sfera financiare, ku do të kemi mundësi të përfitojmë, ku do të kemi mundësi të rrisim të ardhurat dhe të nxjerrim pare, ta them në mënyrë popullore, dhe njëkohësisht do të jetë një muaj erotik, preokupojnë marrëdhëniet tona personale.